fillimisht të mbi gjitha, është para furnizimi me informacionet e duhura për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë sahabët janë si yjet. Kur themi sahabët janë si yjet, do thotë që ato janë njerëzit më të çmuar të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për ato nuk kemi drejt flasim keq, për ato nuk kemi drejt t'japim dezinformata, për ato nuk kemi drejt ti koklavisim datat, lindjet e viteve, ti koklavisim emrat e tyre. Gjithçka duhet të jetë në mënyrë korrekte, sepse bisedojmë për sahabët e pejgamberit sallallahu wasallam. Megjithatë, sonte unë dëshira ime ishte që ta zgjedh flas për Bilal el-Habeshi. Mirë, po këtu e shihni shumë Bilal ibn Rebahi. Bilal ibn Rebahi e ka pas emrin e vet origjinal, mirë, po Habeshi e ka thirr shokët edhe e ka thirr pejgamberi alayhi salatu wassalam. Do të shohim prejardhjen e Bilalit radiallahu anhu. Do të shohim prejardhjen e ezanit në mënyrë të Bilalit radiallahu anhu. Do të shohim se pse ishte i persekutuar, pse ishte i torturuar, dhe gjithçka që ka të bëjë me jetën dhe veprën e Bilalit radiallahu taala anhu. Ajo e cila më së tepër më mlam bresa mua është vetë prejardhja e Bilal el-Habeshiut. Vetë prejardhja e Bilal el-Habeshiut. Habeshi është Abisinia e atëhershme, sot nuk ekziston. Abisinia ishte Etiopia e sotshme, mirë po nga ana pak më lindore e Etiopisë. Në gjuhën arabe quhet Habesh, ose Habeshistan disa i thonë edhe Etiopisë sot. Të gjithë e kemi mësuar një sure kur kemi qenë të vegjël, edhe sot të gjithë gati se e dim, dhe të gjithë gati se e recitojmë në çdo namaz. Dhe thoni çfarë lidhje ka kjo sure me jetën edhe veprën e Bilal el-Habeshiut. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Është kjo e njohshme për të gjithë. Po, suratul Fil. Të gjithë e dim që kjo sure ka të bëjë me sulmin të cilën e bëni evreha drejt Qabes për ta shkatruar Qaben, dhe Allahu xhaleshanuhu ato njerëz, ato ushtri e dënoi duke hudhur gur nëpërmjet të shpesve. Tash çfarë ka lidhje kjo me jetën edhe veprën e Bilal el-Habeshiut? Jemeni atëhershëm ishte i populluar me jehud, me jahudi. Abisinia ose Habeshi ishte i populluar me të krishterë. Dhe këto dy vende vazhdimisht ishin në luftë me njëra tjetrën, ku ushtarët edhe mbreti jehud i Jemenit të atëhershëm çdo herë i persekutonte, i maltretonte krishterët e Abisinis apo Etiopisë sotshme. Mbreti e Etiopisë sotshme, Abisinisë së atëhershme, ishte evrehe. Ata kur e mundën mbretin e jahudive që ishte atëherë i Jemenit, atëherë i mësyen nga dishullit arabik apo drejt Qabes. E dini kur fillon një ushtri të fitojë forcën dhe e merr të pjetën, e merr zgjerimin e perandorisë saj, sundimit saj, edhe atëherë fillon unë them të i hije vetë në qef. E në atëherë nuk bën hesap, edhe nuk bën matematika se ku i del hesapi nëse eventualisht sulmohet një vend. Pa to kishin haruar se Qabja kishte histori shumë më të vjetër se Ebreheja, edhe se historia e Habeshit, edhe se historia e Jemenit të atëhershëm. Dhe kishin haruar se ajo është diçka e shenjtë, diçka të cilën nuk ka mundësi ta shkatërrojë kërkush në sipërfaqen e botës. Megjithatë, ushtarët e evrejës kur nisën të sulmojnë Qaben, atëherë përfunduan ashtu siç përfunduan, për arsye se nuk kam dëshirë të largohem nga esenca, por duhet vit deri te ajo se si ndodhi Bilali në Mekë. Kjo është pjesa e cila na intereson. A është Habeshi? A është Abisinia? Si ndodhi të vjen në Mekë? Normal me kapitulimin e ushtrisë së evrehes, se ishin krishterë. Dhe kur e panë që s'kan mundësi më ta vazhdojnë luftën, për arsye se dënimi i Allahu xhaleshanuhu i arriti, normal, disa prej ushtarëve hikën, disa prej ushtarëve u vran, disa prej ushtarëve mbetën. Ato që mbesin çka ndodhen? Popullata e cila është vendase dhe e cila mendon se e ka fituar luftën, ato zihen rob. Nana e Bilal el-Habeshiut ishte princesë e evrehes. Princesë për familjes mbretërore. Megjithatë, ajo zihet rob dhe martohet me një arab i cili ishte rob. Dhe për këtyre dy robërve linden edhe një rob i vogël i cili kishte emrin Bilal. Pra Bilal el-Habeshiu
vjen për një nanë e cila ishte princes, e cila u zu rob, ishte robresh, dhe e cila ishte e martuar me një rob arab, dhe lindën Bilal el-Habeshi. Si fëmijë, vinte i shëndosh, me muskuj, me trup të gjatë, drejt, i shëndosh, dhe çdo kujt ja kishte ende dëshironte ta bleje këtë si rob. I pari i cili ishte kapitalisti më i fortë, ishte Umej ibn Khalef. Ai i cili dha shumë pare për ta blejt Bilal el-Habeshi. Pasi që e blejti, Bilal el-Habeshiu kishte një jetë shumë luks. Kishte një jetë të rehatshme për arsye se atërunte shumë dhe kishte shumë vlerë ke, unë them, prisi i të gjitha të këqijave. Umej ibn Khalef, pastaj ta shohim se kush është ai. Megjithatë, vazhdimisht kur e dërgonte për të bërë ndonjë punë, e dërgonte Bilalin, thonë shko merre mallin, shko epi paret, shko bjerë mallin, shko lishe epja paret këtij, shko shpërndaj këtë, shko mbaj ujë, bjerë ujë. Gjitha detyrat dhe obligimet për Umejn i kishte Bilal el-Habeshiu. Megjithatë, Ebu Bekr Siddiku ishte tregtar dhe kontaktet e Bilalit ishin të intensifikuara me Ebu Bekr Siddikun. Që Ebu Bekr Siddiku në këtë kohë tashmë vetëm se ishte bërë e kishte pranuar fenë islame. Dhe vazhdimisht i ankoheshte Bilali se nuk është i kënaqur nga feja të cilën janë duke praktikuar zotëritë e vet. Fenë politeiste. Dhe çdo herë i ankoheshte Ebu Bekr Siddiku dhe ai çdo herë i tregonte se si duhet të jetë një fe, si duhet duket një fe. Dhe për shkak se nënën e kishte të krishtere, ta tashmë ndoshta ajo më është asimiluar dhe është bërë ajo politeiste, por sikur i vishin të njohshme ligjërata dhe mësimet të cilat ja jepte Ebu Bekr Siddiku. Sikur i dukeshte i përafërt. Megjithatë, momentin e parë, kur shef se nuk ka dallim i bardhi nga i ziu, nuk ka dallim robi nga zotriu, nuk ka dallim i pasuri nga i varfëri, nuk ka dallim kur radhiten sa për faljen e namazit askush për askërkujt. Kur e shef se bisedohet për një teori, e cila teori praktikisht është e kapshme për të gjithë njerëzit, aty ju duk diçka shumë e mirë, për arsye se momentet të cilat neve na interesojnë është rëndësia e ezanit dhe figura e Bilalit. Tash për momentin jemi duke folur për figurën e Bilalit për terë deri ke ezani. Se si erdhën deri te ezani. Me pranimin e Islamit nga ana e Bilal el-Habeshiut, normal që pas asaj pasojnë torturat. Dije torturat cilat janë, diçka të cilën ti tankohen je ushqy nga sahibiu jot, nga zotriu jot, diçka të cilën ti ka mundësuar të gjitha sendet dhe ti të gjithë asaj të cilën e ke pas deri sot i thuaj jo se unë tashmë prej këtij momenti shkoj në këtë rrugë. Ama i thot ti je rob im, unë me ti veproj si du. Për arsye se unë të kom paguajt. Nëse të kom paguajt, atëherë ti je në pronësinë time. Nëse ti je në pronësinë time, ti nuk ke drejt bësh çka dush, po jam unë ai i cili të urdhnoj ti se çka duhet të bësh. Mirë po, ai thonte thuaj Latin, thuaj Uzat, thuj Menat, ato emrat e zotrave të politeistë që i kishin ato. A i thonte, Ehad. Abe thuj një bubres, një mize, që kësaj mize si besoj. Nuk duhet t'i besoj zotrave tanë. Vetëm thuj kësaj mize i besoj. A i thonte, Ehad. Vetëm këtë fjallë. Vetëm e din të fjallën Allah, edhe din të fjallën Ehad. Vetëm të di fjallë e din të. Dhe tash, ato persekutime dhe maltretime që i bëjsh, ato janë të një kategorie, të një klase që nuk e di unë si ta përshkruaj. Vetëm se kur e lexon si ta till, dhe unë besoj që mbas kësaj që do ta ndëgjoni sonte, asnjëherë nuk do ta keni bot kuptimin e njëjtë kur ta ndëgjoni ezanin, dhe asnjëherë nuk do të keni atë pamjen dhe fotografinë e përhershme se keni pas për muezinat e xhamive. Mbas kësaj që do ta ndëgjoni sonte. Keni parasysh kur shkojmë në det dëni herë edhe vendojmë komën në atë rrërën e nxehtë me temperaturë 30-35 gradë. Krahasojnë tash atë temperaturë me 50-55 gradë të gadishullit arabik të atëhershëm. Edhe paramendoni të shtriheni në atë rrërë, edhe paramendoni të vije dikush që u bjerë një gur, i cili gur e mbajnë 5 deri 7 vetë, për arsye se është shumë i rëndë, dhe ai vetëm thonte Ehad. Kjo nuk ndihmoi. Ende bishin gur edhe arriteshin përmi ato gur. Ai përsëri thonte Ehad. Nuk dorëzoheshte. Nuk kishte mundësi, ishte simbol i rezistencës. Kur them nëse dikush duhet ta marrë mësimin e sabrit, duhet ta marrë pikë Bilali.
radiallahu anhu. Nëse dikush duhet marrë mësimet se si është rezistenca ndaj torturës, duhet mirët nga Bilali radiallahu anhu. Pastaj e veshën me teshat hekurit. E lishin në diell. Ai trupi nga djersit që e madhe. Ai dili kur i bie hekurit e nxefën temperaturë aq sa ne nuk mund ta prekim me dorë. Kur i bie dili hekurit. Nga e nxehtësi i ngjitesh të lëkura për ati hekurit, nga veshja e hekurit. E kam shikuan me kam shik. Gjithçka i bën, e vetëm thonte ehad. Në fund, për të shpërtuar gjitha këtyre torturave, ishte Ebu Bekr Siddiku e cili shkoi ta blije. Tha, une do shkoj ta blij Bilalin. Të paguaj me parë, ta blij si rob. Tha, sa kërkon për këtë rob? Umeje qeshi, duke ditë se s'ka mo vlera i robi, për arsye se ajmo ishte i sakatosur, ishte me gjithë shpirti, ishte një person i cili mon nuk ishte i aftë për punë, ashtu mendon taj, ishte një person i cili mon nuk i duhet. Robin, kur e kije, duhet ta shtish në funksion, ta përdorish për nevojat të personale, ndërsa ajmo nuk i duhet, për arsye se kishte ardhur fundi i Bilal el-Habeshiut. Edhe e qeshi dhe tha 7 ukije. Ukije është një njësi mace si qese, nuk e di sa marrin ato monedat ukije, tha 7 ukije. Ebu Bekri qyti dhe ja dha 7 ukije dhe e mor. Bilal el-Habeshiu. Umeje qeshi, tha një rob i cili nuk bonte as 2 ukije, e pagujte 7 ukije. Tha vallaj edhe 70 ukije të më kështë thënë edhe 70 ukije të ti ipsha. Për arsye se sinqeriteti i ti ishte që të shputoje një rob të Allahu Xheleshanu i cili ishte vazhdimisht i përsekutuar nga ana e zotriut të ti. Ndërsa, ai i cili e shiti për 7 ukije, nuk e di sa mund tjetë bo pishmon kur e ndëgjon muhabetin se të mi kështë kërkuar edhe 70 ukije dhe 70 ukije dhe t'i kësha dha. Atër normal se njeriu zhgënjetët, si kërkova pak ma te për pare, ene pse nuk bonte për 5 pare. Thot, kishte momenti i bashkimit të Ebu Bekrit me Bilal el-Habeshiun si i tillë, dhe filloi shoqëria më e ngushtë tashmë për hir të Allahu Xheleshanhu. Një shoqëri e cila duhet së bashku, bashkarisht të ndjekin një rrugë e cila është komplet ndryshe nga ajo të cilën e kishte pasur Bilal el-Habeshiu paraprakisht. Megjithatë, pas shpërnguljes prej Mekën në Medinë, kur vendosen institucionet e para të fesë islamun, ashtu e thotë, institucionet praktike të fesë fillojnë në Medinë, nuk fillojnë prej në Mekë. Edhe shifni që infrastruktura e ajeteve kuranore, të cilat janë mekije, nuk kanë bënë asnjëna me ibadet, këtë kanë bënë me besimin. Ndërsa ajetet të cilat ju shpallën pejgamberit alayhis salatu vesselam në Medinë, ato janë pjesa më e madhe e tyre, janë pjesa praktike e kësaj fesë. Dhe për faljen e namazit duhet të bëhet një thirrje. Si ti thirrim njerëzit ta falin namaz. Dikush tha do bëjmë komban, zile. Dikush ta bëjmë me burri. Dikush ta do ndezim një zarm pak më i madh, njerëzit do shohin se ka dritë, se ka tim, se ka edhe do vinë dhe ta falin namazin. Mirë, po asnjëri prej këtyre mendimeve nuk ishte i kapshëm për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo herë ka qenë kategorik që ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam mos u ngjajë popujve tjerë. Kur dihet që kambana është pjesë e thirrjes, ku di për te krishterët, nuk e di është thirrje për namaz çfarë kanë, ku brini është te jahudit, ndërsa te zjarputisët ose mexhusit është zjarri. Zeidi, duke vrapon drejt te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të kam pa një ëndër. I kam parë fjalët të cilët duhet ne të shqiptojmë kur i thirrim njerëzit për namaz. Dhe fillon të recitoj Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, eshhadu en la ilaha illallah, eshhadu enne Muhammeden Rasulullah, hayya le salah, hayya le felah, Allahu Ekber, la ilaha illallah. Kjo është më thëmë pjesa, une verzioni i shkurt, se këtë në kretë ka di herë. Mirë po, për çudit të njëjtën ëndër e kishte pa edhe Omer radiallahu anhu. Tha edhe une kom pa të njëjtën ëndër, po Zeidi tha ishte më i shpejtëson. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si ide ju duke përshtatshme dhe tha çonja Bilalin ta thirrë ezanin e parë. Për një rob i cili ishte i persekutuar, u bë i dashur i pejgamberit alayhis salatu vesselam, u bë muezini i pejgamberit alayhis salatu vesselam. Kjo ishte prejardhja, rëndësia e ezanit dhe figura e Bilalit el-Habeshiut. Bilal el-Habeshiu ndërlidhet ngushtë me praktikën e ezanit. Ndërlidhet ngushtë për arsye se ai është i pari i cili ka thirrë ezanin në historinë islame dhe është muezini i pejgamberit alayhis salatu vesselam.
muezini personal i pejgamberit alayhis salatu wassalam. Saqë çdo herë kur ka kalu, ka hyrë dera Aishës, e ka çu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për namaz, ka thënë hajde në namaz, edhe ka thirrë ezanin, ka thënë hayya alas salah, hayya al falah. Hajdeni në namaz, hajdeni në shpëtim. Për arsye se konstrukti i ezanit është i tillë dhe diktohet që nuk është produkt njerëzor. Se asnjë njeri nuk mund ta rrjedhë kështu. Pjesa e parë që të bëjë me monoteizmin, madhrimi Allahu xhelle shanuhu. Pjesa e dytë është dëshmia shahadon la ilaha illallah, shahadon Muhammeden Rasulullah. Pjesa e tretë është hajdeni në namaz, pjesa e katërt është hajdeni në shpëtim. Dhe pjesa e fundit përsëri është madhrimi Allahu xhelle shanuhu dhe përsëri definicioni i monoteizmit është përsëri më fund la ilaha illallah, nuk ka zot tjetër përpos Allahu xhelle shanuhu. Sado që të ishin poet të mirë arabët, nuk kanë mund të thurin kështu vargje, çka të shkurta dhe kaq kuptim plota, si konstrukti i ezanit në këtë rast. Megjithatë, Arabia e para islamit, kom bogabim. Jo para islamit, para shpalljes. Për se nëse thot para islamit, atëherë kretat e qerit para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ishin me një kohë tjetër kur nuk duhet. Shoqërit ishin fisnor, ishin me fisë. Të gjitha fisët ishin thjesht të armisuara me njëra tjetër. Dhe vazhdimisht priteshte vetëm një ekses i vogël që të hinë luftë me njëra tjetër. Asnjëherë nuk ishin rahat. Se çdo njëra prej atyre shoqërive kishte dëshirë të jetë ma elitare ndaj tjetrës. Dhe çdo herë mundoheshin që cila do të jetë ajo e cila do të udhëheqë me njerëzit. Skllavëria ishte e theksuar, dihet që edhe Bilal el-Habeshiu, edhe nanën, edhe babën e ka pas sklef, edhe vet ka qenë sklef. Diskriminimi ka qenë në masën më të lartë të mundshme, për arsye se nuk ka pas as ato shoqata për të drejtat njerëzore, as ato shoqata për diskriminim, po as ligji pozitiv, kur gjë nuk ka pas që ta rregulloj përveç Kuranit i cili erdhi dhe i bëri të qarta për çka ka krijuar Allahu xhelle shanu njeriu, pse e ka ndajtur në popull fisë, pse e ka ndajtur në rasa, na e seroj të gjitha me qëllim që ne t'i dimë. Prandaj edhe ishte shkaku kryesor që Bilali radhiyallahu anhu e pranoi një thirrje të atij. Origjinën e kishte Abesinaze, thash ishte nga Habesh apo nga Abesinia dhe ishte skllav në Mekë. Interesant është fakti që shohim çfarë lidhje i shpërngulja e parë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ishte në Abesini. I pari mbret i cili pranoi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që të shpëtoje ishte Nejashi, ishte mbreti i Abesinisë. Thotë të njerëz kishin pikat përafërta me Islamin, sepse ishin krishterë. Ishin krishterë dhe i dishin pikat e përafërta dhe kur ndëgjoshin Allahu Akbar ose Ahad, e kishin qartë se bëhet fjalë për një Zot. Mirë, por nuk e kishin qartë se çfarë Zoti mund të jetë ki tash që pejgamberi sallallahu wasallam pretendon. Simbol i tauhidit të pastërt ishte Bilal el-Habeshiu, i cili nuk e mposhti as tortura, po nuk e mposhti as persekutimi i sahibiut të tij, po as një sprov tjetër. Ku ne Ebu Bekri ja tregoi barazin në Islam, prandaj ishte ai i cili përfitoi zemrën e Bilal el-Habeshiut. Me formimin e shoqërisë islame dhe me organizimin e namazit, me paraqitjen e ëndrrës së Zeidit, Bilal el-Habeshiu u bë zëri i parë i thirrjes së ezanit dhe muezinit personal i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Këto ishin fjalët e ezanit, të gjithë i dimë dhe i kemi dëgjuar vazhdimisht, mirë po unë përsëri shpesh herë kam menduar në lidhje me lëvizjet e ndryshme gjatë historisë bashkëkohore, ta quaj jo historisë lashtë të kohës pejgamberit alayhi salatu wassalam këndej, habitem se si ka mundësi një shtet ta formojë jo, po ta rregullojë me ligj thirrjen e ezanit të bëhet në gjuhën e popullit të cilën ai popull e flet. Si për shembull Turqia e viteve 50, ku ndalohet rreptësisht thirrja e ezanit në gjuhën arabe dhe definohet me ligj që ezani duhet thirret në gjuhën turke. Ezani është simbol i unifikimit islam. Për arsye se një njeri i cili shkon me një shtet tjetër që nuk ja njeh gjuhën atij shteti dhe ndëgjon një ezan në gjuhën e atij shteti dhe në gjuhën e atij populli, sa janë shansat që ai njeri ta kuptojë se kjo është ezan? Nëse e njeh gjuhën mirë, ka mundësi ta kuptojë se është ezan. Nëse nuk e njeh gjuhën, as se si nuk ka mundësi, mund të jetë ndonjë kumtes, mund të jetë ndonjë thirrje, mund të jetë ato policës i folin me ato tokivokin me vetura, mund të jetë gjithçka, po jo edhe ezan. Thot, pjesa e cila e bën këtë fe universale dhe që i bashkon njerëzit në një flamur është ezani. Ku të shkosh në botë, ezani thirret në gjuhën arabe dhe tingëllon. Sa në gjuhën Allahu Akbar, e din se është ezan. Nëse është ezan, e din që ka xhami, nëse ka xhami, e din që ka namaz. Nëse do të falesh, do drejtohesh drejt atij vendi dhe ta kryesh pa problem. Të pse
duhet të jetë e komplikuar kur ka mundësi të jetë shumë e thjeshtë. U habita me faktin që dhe ta plasoj si ta tillë ta mbani mend ndoshta, në Indonezi edhe në Kambodja, muezinave të xhamive nuk i thoshin muezina. I thoshin Bilala. Ky është Bilali i kësaj xhamie, ky është Bilali i asaj xhamie, ky është Bilali i kësaj xhamie. Ky është Bilal në këtë xhami, ky është Bilal. Nuk i thoshin muezin, ne them mueddin. Mueddin do thotë nga fjala ezan, ezan do thotë eddin, thirrje, thirrje. Muezin është ai i cili i thirrën njerëzit për në namaz. Simbolika e pranimit të Islamit nga ana e Bilal al-Habeshiut nëpërmjet Ebu Bekrit radhiyallahu anhu tregon që Islami është fe e cila i thot stop racizmit. Për arsye se të gjithë njerëzit në Islam radhiten në të njëjtin saf, po më për arsye që është pak më i bardh ose është pak më i zi. Është pi Abisinie, është pi Persie, është pi Medine, është pi Mekke apo prej Kasht, i cili të fisje, a je i pari i mushrikëve, a je i fundit i mushrikëve. Nëse ti pranon të jesh musliman dhe pranon të jesh pjesë e ummetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të gjithë aty janë të barabartë. Nuk ka status, nuk ka racizëm, nuk ka asgjë tjetër e cila ka mundësi të pengojë. Kjo pjesa më duket ka dalë pak më parë, nuk e di pse ka dalë. Kalon një jetë, një pjesë e jetës ku unë them nëse dikush dëshiron ta dije dallimin mes kufrit edhe imanit, le ta shohë shembullin e Bilal al-Habeshiut, se ki 30 vjet i jetoi në kufër dhe 30 vjet të tjera i jetoi në iman. Gjithsesi jetoi 60 vjet, për arsye se u lind një 7-8 vjet mbas linjës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lindi 571, ndërsa Bilal al-Habeshiu lindi vitin 588. Mirë po, ajo pjesë e cila më së tepërmi neve na tangon është ajo praktika të cilën e kryente Bilal al-Habeshiu ishte në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me zin. Atë të cilën ne sot me zina në për xhami nuk i qujmë kur nisen, po atë pas kanë pas punë shumë madhe. Sepse ata janë shkaku kryesor që njerëzit i thirrin për namaz, njerëzit i thirrin për tauhid dhe i thirrin në shpëtim. Kaloi një jetë të mirë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirë po ato shenjat e racizmit që njerëzit nuk ishin të zhdukura hë për hë. Në momentin e parë kur njeriu e pranon Islamin, edhe tashmë më një herë bëhet kret me iman, mbushet edhe kret trupi atij bëhet me nur, edhe më disa sende jesin ke njeriu, ngelin, nuk mund përmirësohen shumë shpejt. Dhe transmetohet një rast kur Ebu Dher el-Ghifari është emocionuar për diçka dhe në moment ka ndodh Bilal al-Habeshiu aty dhe i thot ja ibn Sauda ose ja ibn Sauda, o biri Zezakës. Shqipashtu vjen o biri Zezakës. Dhe tash normal çdo njeri i cili është, po qëse i thon o biri Shkinës, ose thon o biri Turkesh, ose thon o biri ku ta diun e kujt. Nëse ja përmendën dhe njeriu këtë, normal se e nënçmon. Pa më parasysh, do të ka prenesh kemi njerëz se burri është musliman, ndërsa gruan e ka të palës tjetër, pra me ata ka fëmijë dhe tash ti thosh ti o biri Shkinës. Për shembull, nëse i thotë kështu, normalisht ai do të nënçmoj parasysh se ai e ka nën. Dhe kur i thot në këtë formë, ankohet te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah. Thëm ka dëshpëruar shumë Ebu Dher el-Ghifari. Më ka thonë o biri Zezakës. E thirrën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ebu Dher el-Ghifari. Thotë, është e vërtetë që i ke thonë kështu Bilal al-Habeshiut? Thotë, po i kam thonë. Thotë, duhet t'i kërkosh falje. Përveç që t'i kërkosh falje, thotë, elementet e racizmit hala i pas ke thellë në zemër, duhet t'i pastrosh. Ebu Dher el-Ghifari. Atë thotë, çka të bëj? Thotë, shko thotë edhe drejtoja fytyrën thotë ta hupeni shuplak. Një rivajet thotë ta hupeni shuplak, një rivajet tjetër thotë shko, ta lëshosh kokën për tokë dhe t'i thuash Bilal al-Habeshiut të ta shkele faqen me këmbë. Shko në Ebu Dher el-Ghifari ke Bilal al-Habeshiu, thënë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë të ma shkelish, do ta marrim këtë variant, të ma shkelish të faqen me këmbë. Thotë jo, si nuk mundet, nuk bëhet ajo. Thotë jo, do ma shkelish se unë thotë kërkoj hallallëk, kërkoj falje se unë kam thënë një fjalë shumë të rëndë. Oni thotë, ai e vendon kokën për tokë, ki nuk ja shkelën me vërtet, vetëm e vendon këmbën edhe e hek prap, edhe thotë ta kon fal për hir të Allahut xhaleshano. Thotë, gjithaj durim, gjithaj sprovë që te kaloj një fjalë, thotë, e çoj të ankohet te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po asnjëherë nuk ka ankuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë,
Unë do bëhem mëzin për arsye se unë i kisha gurën mbi gjoks, ose unë do bëhem mëzin jot për arsye se unë isha i shtrirë në atë tokën e nxehtë të shkretirës arabisë. Do thotë që mëzini pejgamberit alayhisalatu vesselam nuk duhet ti tregosh ti dhe ti thuash se unë do jem ai i cili dëshiroj ta thirrë ezanin. Po ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai i cili e zgjat. Pse? Për arsye se kishte edhe shumë njerëz tjerë të cilët e kishin zanin më të bukur ndoshta se Bilal el-Habeshiu. Ishte Abdullah ibn Mesudi i cili këndonte Kur'anin perfekt me zot bukur, Ebu Musa el-Ashariu. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e zgjodhi Bilal el-Habeshiun për arsye se kia paguajti fakturën, ja paguajti çmimin. Dhe epitetin edhe nderin në mas do ta përfitojë vetëm ai i cili do t'ja paguajë çmimin, askush tjetër. Dhe ishte Bilal el-Habeshiu ai i cili ja paguajti çmimin, për atë arsye dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e zgjodhi. Nëse ishte orator shumë i fuqishëm ose kishte zanin shumë bukur ose pa marrë parasysh. Bile ishte pak edhe peltek. Ka rivajete që shejes i ka thënë s. Shejes i ka thënë s. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë sinuhu khairun min shinukum. Të sini i ati ose sëja e ati është më e mirë se shëja tuja. Edhe pse shëja si ka thonë së. E ka pas edhe atë bukurinë e vetë ashtu siç e ka pas Bilal el-Habeshiu. Megjithatë, pas pejgamberit alayhisalatu vesselam, kjo jetë dihet që nuk do vazhdojë përherë. Një ditë për ditëve do të vijë edhe fundi. Dhe kjo është pjesa e cila është më emocionale për mua. Edhe vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe vazhdimësia e jetës së Bilal el-Habeshiut pas vdekjes së Muhamedit alaihi salatu wasallam. Për arsye se nuk la luftë pa mos marr pjesë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ishte në Bedër, ishte në Uhud, ishte në Hendek. Në të gjitha luftrat mori pjesë. Mirë po, a keni parasysh se çka mund ndodhe nëse Bilal el-Habeshiu do ballafaqohej me zotrurin e vet në luftë? Me Umej ibn Khalaf. U ballafaqoi edhe në luftë. Mirë po, kur jatë momentin njerë unë ndalë, a kom drejt të vras, as kom drejt të vras, a mund të vras, as mund të vras, për arsye se e kom pas zotni, më ka dhonë buk. Në pas gjitha saj torture, më ka dhonë buk, e kom pas zotni, tash a kam drejt të vras, apo s'kam drejt të vras. Dhe vetëm e këthen filmin në pas, vetëm e kujtojnë skenat të cilët e torturave të cilët ja ka bërë dikur zotriu i vetë, edhe thot, ose unë do vazhdoj qëtoj, ose ti do vazhdoj qëtoj. Njani për nesh dish. Edhe aty e përfundon të Umej ibn Khalafin. Dhe çdo kush i cili do ta lexonte të konsideroj ka pas drejt Bilali, do ta ai ka torturuar as tepër sa që tashmë përderisa kalon në Islam, dhe ai tjetri nuk ka kaluar në Islam, por ato është armik. Gjaku aty është halal. Dhe ato janë luftë. Përderisa janë luftë, atëherë duhet fitojë ai i cili është më i fuqishëm dhe i cili është më i fortë. Megjithatë, pasi që morën pjesë të gjithë këto luftra, normal që Medine nuk e dëshin, edhe pse u shpërngulen prej Mekën në Medinë. Nuk e dëshin Medinën, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bëni dua që ta bëjë Medinën dashur si Mekën. Bile ta bëjë më të dashur se Mekën, se edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur u shpërngul prej Mekës për Medinë, thonë Mekë, unë nuk do të lëshosha asnjëherë sikur më bësh, sikur më përzish. Se unë du shumë. Thotë edhe kur bëni dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Medinën, që të bëhet e dashur për njerëzit, ashtu siç ishte e dashur Mekë, ajo bëhet dashur për të gjithë. Megjithatë, me kthimin prej Medinës për çlimin e Mekës, përsëri Bilal el-Habeshiu merr pjesë edhe aty. Dhe çdo kush i cili e ka shëshruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për çlimin e Mekës, kur vin këtë çabja, çka duhet bëjmë? Nëse çlirohet Mekë, duhet këndohet ezani. Nëse duhet këndohet ezani, kush duhet ta këndonte ezanin? Bilal el-Habeshiu, sinonimi i ezanit. Do të thonë brendi i ezanit, Bilal el-Habeshiu. Dhe është i vetmi njeri në histori njerëzore që ka hip për miqabe. Dhe asnjëherë më kërkush. Ka hip për miqabe me urdhër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë shko, pastroni putat edhe hip për miqabe dhe thirrë ezanin. U bën di, ezani i parë Medinë, ezani i dytë Mekë. Kur e shifshin mushrikët, vetëm thoshin elhamdulillah. Thoshin nuk i dhinte as tepër ajo shkatrimi atyre putave, atyre idhujve në të cilët ishte e rrethuar e gjithë Qabja, sa ju dhimte ajo ngritja e Bilalit për miqabe dhe thirrja e ezanit. Dhe thoshin, sikur shiqesim ka vdek baba, edhe nuk e ka pa këtë skenë, nuk e ka pa këtë teatr. Dhe tash nuk mendon se zotrat e atyre i kanë larguar nga Qabja dhe kanë hip mbi Qabe dhe kanë thirrë ezanin
ezani i Bilalit i pengon më tepër se sa largimi i putave të cilët i kishin për rreth e përqark Ka'bes, ku ishin mbi 360 puta. Për ditë kanë put. Për ditë kanë një zot për këtë, një zot për këtë, një zot për këtë. Për ditë kanë një zot ndryshe. Megjithatë, pas largimit nga jeta e Alaihi Wasallam, padyshim që dëshpërohet shumë, për arsye se largohet një njeri që më së tepërmi e ka shoqëruar pejgamberin Alaihi Wasallam. Ka pas edhe detyra tjera të cilat i ka kryer Bilal el Habeshiu me pejgamberin Alaihi Wasallam. Transmetohet që i ka shti ujë edhe për abdesin, ja ka vendosur sutren kur ka falë namaz, e ka aktivizu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka autorizu në Beitul Mal që të merret me grumbullimin edhe shpërndarjen e pasurisë së muslimanëve. Ka qenë një i cili ka bëj hizmet në Darul Erkam apo Darul Nedve, inshallah Allah xheleshanu këtë hapësirë po si Darul Nedve, si Darul Erkam, për arsye se është vendi në të cilën të gjithë njerëzit mundohen që të mësojnë edhe dinë diçka. Kjo është e mrekullueshme, është e papërshueshme, por përderisa e ka shoqëruar aq shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do thotë që ka qenë shumë i lidhur me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ka qenë shumë i lidhur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, do thotë që largimi i tij nga kjo botë normal që paraqet dëshpërim, huzën për Bilal el Habeshiun, dhe momenti i parë vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dele Abu Bekri dhe thotë kush e donte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kush e besonte, dinja që ai ka vdek, dhe ai i cili e beson Allahun xheleshanu, dinja që ai është haj, është kajum, është i përhershëm, nuk ka fillim dhe nuk ka mbarim. Dhe ky lajm për Bilal el Habeshiun nuk ishte aq i lehtë për ta përballuar, megjithatë ezani duhet të vazhdohet, Islami duhet të vazhdohet, feja Allahu xheleshanu duhet të hece, edhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kaloi nga kjo botë, por tha u alej Kur'anin dhe u alej sunnetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Megjithatë, nëse na e ka lënë neve, kjo rrugë është një rrugë e cila vazhdimisht do të trasohet deri në kiamet. Por nuk na vijnë shumë hadithe nga Bilal el Habeshiu. Nuk na vijnë shumë hadithe. Na vijnë diku vetëm një 44 hadithe ka transmetuar Bilal el Habeshiu. Njëri prej tyre është kur e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam tu marr mest mbi meste, e dini mestet, ato çorapet e lëkurës që i veshim ne. Atë hadithe transmeton, edhe disa hadithe tjera të cilat rivajetet nuk i kanë ashtë sakta si motivate për të sjellë një dispozit, apo mund të jenë si rregulla jete, mund t'i marrim si të tilla, por nuk mund të sjellë ndonjë dispozit në bazë të dietarëve të hadithit. Dhe momenti i parë i Bilal el Habeshiut pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili duheshte që të thirrë përsëri ezanin te xhamia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk shkon, nuk hecën. Fillon Allahu Akbar, Eshhadu an la ilaha illa Allah, super. Kur vjen ke eshhadu enne, nuk mund të thotë Muhammed Rasulullah. I lidhet fyti. I bie takati, i bie fuqia, gjunjëzohet edhe bie për tokë. Dhe nuk mund të vazhdojnë ezanin. Çohet përsëri për zditi, për streti, me mzi e qet deri në qosh ezanin, dhe shkon te Abu Bekri radiallahu anhu, thotë, çon thotë dikundi thotë në xhihad, duhet bëj xhihad. Çon dikundi në luftë, nuk du më të jetoj në këtë vend. Thotë pse o Bilal? Nuk mund të jetoj, thotë unë, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë shtrihet të jetë i shtrirë në tokë, ndërsa unë të ecim mbi tokë. Nuk mund të përballoj në këtë dhimbje, vazhdimisht shkoj te xhamia e tij, vazhdimisht shkoj ke dhoma e tij, vazhdimisht të eci ka rruga ka ecaj. Gjithçka që ka në këtë Medinë të ndryshme më përkujton pejgamberin alayhis salatu vesselam. Çdo një kënd, çdo një vend, çdo një dru, gjithçka që shoh më përkujton pejgamberin alayhis salatu vesselam. Dhe unë nuk kam mundësi më ta vazhdoj jetën në këtë vend ku e kam shoqëruar pejgamberin alayhis salatu vesselam. Thotë, dëshiron të qenë gjatë, po, thotë lirom. Thotë si të liroj? Thotë lirom, thotë se nëse më ke blejt edhe më ke liru për hir të Allahu xhaleshanu, thotë atëherë lirom. A nëse më ke blejt edhe ti je ti zotëriu im, atëherë thotë më mbaj, mos më lisho. Thotë unë kam liru për hir të Allahu xhaleshanu, unë kam blejt si rob edhe ta kam fal liria. Unë thotë kam blejt, atëherë kur bleta edhe ta kam fal liria. Nuk thotë, do thotë nuk kam blejt për nevojat e mia personale. Atëherë shkon me kafilen për në Damask, për Siri, ku edhe vendoset edhe ka qenë i martuar me gruan e vet.
Mirë po një net prej netësh, shef në ndër pejgamberin alayhi selam. Thot, o Bilal, a nuk erdh koha të më shoqërosh? A nuk erdh koha të më vizitojsh? Çohet prej vendi, thot nuk është e mundur, thot me siguri thot më ka marrë malli për pejgamberin alayhi selam. Dhe niset për rrugës për Medinë. Ishte preokupim, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për Bilal al-Habeshiun ishte preokupim. Ashtu siç është preokupim për ne, malet, kodrat, skijimi, treni, vetura, gjithçka shohim ne në ëndra, por se ato I kemi ne preokupimet e ditës. Preokupim I Bilal al-Habeshiut ishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe vazhdimisht nuk I dilte ai përmendes asnjëherë. Niset drejt rrugëve të Medinës. Omer radiallahu anhu është halife këtë rast. Ai ashtu siç dinte të kujdeset për Medinën e atëhershme, e shifte edhe hajdutin, e shifte edhe kriminelin, e shifte edhe plakun, e shifte edhe triun, gjithçka, ai non stop lëvizte. Ai nuk ishte si kryetarët e sot që kanë aeroplanet e vet, personal dhe helikopterët dhe vetura zyrtare, dhe e kanë zyrat e veta dhe kërkush nuk I shef se çka bëjnë ato. Ai ishte non stop me njerëzit, jashtë me njerëzit. Edhe shef një njeri të moshuar I cili ecën me shkop. Nëse është hajdut, nuk mund të jetë hajdut se nuk duket si hajdut. Mos është I huaj, I humbur, nuk duket si atill, është një person I cili I njeh mirë rrugët. I din rrugët, të kish kontra xhamisë. Nëse është I humbur, duhet ndalet pyeset të kënd, thotë ku është xhamia, duhet shkoj të falem. Nëse është dikush I cili është hajdut, duhet më shifet. Do të diktohet se ishte një njeri I cili kishte kaluar kohë të gjatë në Medinën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Në të hyrën në xhami takon dy nipërit e pejgamberit alayhis salatu wassalam, Imam Hasanin edhe Imam Husejnin. Ato kur e shohin përpara nuk e njohën. Kur u njoftuan dhe u tregoi që unë jam Bilali, muezini I pejgamberit alayhis salatu wassalam, atëherë u përqafuan, u mallën gjë normal. Dhe than, o Bilal, a e din që ne jemi rrit te këmbët e tua, por se Bilal el-Habeshiu I paska përkund kur kanë qenë të vegjël te këmbët. E dini përpara graci fëmijët si përkund që ke këmbët. Ashtu I paska përkund Bilal el-Habeshiu niprit e pejgamberit alayhis salatu wassalam, Imam Hasanin edhe Imam Husejnin. E lusin shumë që ta thirrë edhe një ezan në Medinë, thot nuk mundem. Thot edhe një ezan për hatër të Allahit, për hatër pejgamberit alayhis salatu wassalam, dhe një ezan të ndëgjojmë prej teje. Fillon ta thirrë ezanin, situata e njëjtë, ashtu si shkurdish pejgamberi alayhis salatu wassalam. Mirë po dal ngadalë dhe vazhdon. Të gjithë njerëzit dalin dhe habiten. Thot, ky është zëni Bilalit. Ky është zëni Bilalit. Ku është Bilali? Mos e shtyhet pejgamberi alayhis salatu wassalam, por është se ai nuk ndahesh asnjëherë prej tij. Dhe tash momenti I ndëgjimit të zërit të Bilalit që ka bërë sinonimi pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe kur ndëgjon zërin e Bilalit Habeshiut, thot afër atij duhet të jetë edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam, si di shok kur e shef njërin edhe di se patjetër duhet të jetë edhe ai tjetri. E dini atë situatë kur shef dhe kur setet ose kur ka pa vazhdimisht me ndonjë njeri, kur takon vetë ku e ke shoqë. Ndonjë shoq që vazhdimisht të shoqëron. Dhe një ezan është në Kudus, me shtirimin e Omerit radiallahu anhu, të Kudusi Sherifit, të Mesjidi Aksas, apo në Jerusalem. Atëherë kanë thirrë përsëri që ta thirrë edhe një ezan në Kudusi Sherif, në Mesjidi Aksa, për arsye se me këtë duhet të kompletohet komplet fotografia e ezanit të Bilal el-Habeshiut. Ezani I parë ishte në Medinën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ezani I dytë ishte në Mekën e ndryshme, në Qabe, ezani I tretë pra qenë në Kudus. Në të tre qendra islame botërore, Bilal el-Habeshiu e ka thirrë ezanin Muhamedi. Dhe nëse ka thirrë në këto tre vende ezanin Muhamedi, do thotë këtu mo kemi tre qendra të cilat janë qendra islame dhe qendra të cilat janë sinonim I islamit. Ka edhe di ezane tjera, dhe njëri është ezanul veda, I thonë ezani I përshëndetjes kur është përshëndet pi xhamisë pejgamberit alayhis salatu wassalam kur ka shkuar në Damask, edhe ezani I fundit ishte ezani kur u kthye përsëritja apo ezani I fundit dhe përfundim. Është me të vërtet për të habit se si ka mundësi kur kthehet përsëri në Damask, ashtu I smuni raskapitur, shoqja ati thët sa keq që dhe largohesh prej kësaj bote. Thët si mund tjetë keq të largohet njeriu prej kësaj bote, kur pas kalimit nga kjo botë, të takohet me pejgamberin alayhis salatu wassalam, të takohet me shokun tim, do të takohet me Abu Bekrin radhiyallahu anhu, do të takohet me të gjithë shokët të cilët e kanë shoqëruar
Bilal el-Habeshiun apo që Bilal el-Habeshiu i ka shëshruar në këtë botë. Nuk është keq të largohesh nga kjo botë dhe të takohesh me njerëz të cilët vazhdimisht të kanë shëshruar në këtë botë. Thotë ja kthen shoqës vete, ai thotë sa keq që do vdesësh të largohesh nga kjo botë, thotë jo, sa mirë është të largohem nga kjo botë, për arsye se do të takohem me njerëz të cilët unë i dua dhe më duan. Dhe tash një retrospektiv e gjithë kësaj që u tha në mënyrë shkurtimisht. Abesinia, Mekke, Medine, Kudus. Abesinia, vend strehimore e pejgamberit alayhis salam kur kishte Zot. Me mbretin Nejash. Prej Abesinie vjen një rob e cila, them kushtimisht, një robresh e cila martohet me një rob, nga të cilët linden një rob, i cili rob bëhet muezini i pejgamberit alayhis salam, i cili është njeriu më i afërt i pejgamberit alayhis salam, i cili thirrën ezan te xhamia e Muhamedit alayhis salam, i cili thirrën ezan në çlirimin e Mekës, në Qabe, i cili thirrën ezan në Kudusu Sherif dhe i cili përsëri thkehet shkon në Damask, ku aqë edhe ka edhe varin, dhe përsëri thkehet në Medine që ta thirrë edhe një ezan të fundit. Dhe i cili ishte një rob i cili ishte shumë i zi, të kur them shumë i zi, të ma i zi se Araba. Arabat janë pak ma esmer, më kishte halis i zi, dhe thët likur shumë e zezë, si ato pjesa e Etiopis ashtu janë, ato si popull janë shumë njerëz zi. Me këtë ju dha fund racizmit, shkallave shoqërore, ja dha fund njerëzve të cilët statusi i tyre mvareshin nga kapitalet të cilën e posedojnë. Sa më tepër që ishte zengin njeriu, aq kishte statusin më të lartë në brenda shoqërisë. Dhe me këtë na u dha neve një mësim i fuqishëm që Islami është një fe e cila nuk njeh tjetër vetëm se barabarsinë, nuk njeh tjetër përveç se vllazërinë e cila ka të bëjë vetëm për hir të Islamit. Dhe ishte Bilal el-Habeshiu ai i cili sakrifikoi gjithçka vetëm për hir të Allahu xhaleshanu. Pjesa e cila më së tepërmi më la mbresa ishte kur njëri prej sahabëve të pejgamberit alayhis salam e pyeti dhe tha: "O Bilal, ti tha nuk din fjalë tjetër përveç fjalës Allah edhe Ehad?" Për arsye se mendon se ai ka mungesë gjuhës, nuk e din gjuhën arabe, por nuk din si të flas. Tha vallahi thas disha kur gjonë, vetëm fjalën Allah e disha dhe fjalën Ehad. Nuk e ka ditë Hay, Qayyum, Rahman, Rahim, Melik, Kudus. Emrat Allahu xhaleshanu si ka ditë, sikur ti disha edhe këto emrat Allahu xhaleshanu për ditë të thosha kanë emrin të Allahu xhaleshanu. Po disha vetëm emrin Allah edhe disha vetëm Ehad. E disha Allahi një, Allahi një, Allahi një. Vetëm këtë disha dhe vetëm që këtë e thosha. Për arsye se vazhdimisht sikur e ngacmëshin për atë periudhë Bilal el-Habeshiun, për arsye se jo me qëllim që ta nënshmojnë, po me qëllim që të nxjerrin mësime se çka ka pas mundësi njeriu të përjetojë vetëm që mos largohet nga rruga të cilës i ka mësuar, ose mos largohet nga rruga e Islamit. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen, inshallah do të kemi edhe raste tjera që takohemi, po lut Allahun xhaleshanuhu që të na bëhet parafort me Bilal el-Habeshiun kur bëhet fjalë për rezistencën ndaj kësaj feje. Dhe lut Allahun xhaleshanuhu që ezanin mos na ndale asnjëherë nga sipërfaqja e botës. Dhe lut Allahun xhaleshanuhu që sa herë që ta ndëgjojmë ezanin, të na përkujtojë Bilalin, dhe kur na përkujtojë Bilalin, na përkujtojë të gjitha ato rrugtim të cilën e ka bërë Bilal el-Habeshiu për këtë fe të Allahut xhaleshanuhu. Ju falenderoj.